Kjo është mënyra më e mirë se si ti mund të vendosësh çmimin për produktin apo shërbimin tënd. Disa klientë dhe disa kolegë të mi po më pyesnin se si duhet ta vendosin çmimin e një produkti apo të shërbimi, bazuar mbi koston apo bazuar mbi tregun. Sugjerimi im është ju duhet të pyesni disa nga klientët tuaj potencial. Cili është çmimi më i mirë që do të dukej shumë lirë ky produkt? Dhe pyetja tjetër është cili është çmimi më i lartë me cilin ti nuk do ta bleje në këtë produkt. Dhe duke gjetur atë që quhet sweet spot, ndoshta rrugën e mesme midis çmimit më të ulët që të kanë dhënë disa prej klientëve të tu potencial, ti në këtë mënyrë atëherë mund gjesh çmimin optimal për produktin apo shërbimin tënd. Dhe duhet të gjesh mënyra se si atë çmim ta shpjegosh duke sjellë vlerë te klientët e tu.